Qashe repovoja edhe në mënyrën më të shpikur. Ashtë e ka në gatile që thot, o Hysen, dy lidhe me hip-hop si ki mikrofoni me tu ka përzi. Po, me thënë. Po qishti, bëj? Vetë bashkë. E kupton që ka filluar numërimi mbrapsht këtu në ferm? O, tani njerëzit, tani duhet kështu kujdes. Se njerëzit për me ba, për me fitu pik. Sepse, o ki vore, su intereson pik qajtën. O plako nuk ndryshon do ti, se qa ke bërë ke bërë. Vla, Më po ndryshove do thotë që je njëri me dy fytyra. Vla im, me pas kujdes, sepse e kisha në kontekstin që këta do përpiqen me nxjerr dhe më thonë, me ba gjithë shka për me nxjerr nga vete, që të fjallori, do të përmenin situata, familjen, të tash, dhe do të bëjnë pse, si me të ba, me dalë nga vete. Kjo është e që në duhet të. A bëhat pastaj post fermë, Andrea? Bëhet, no. Se vjetë s'ka se është bërë, po si vjetë ka me bëhet, apo? Do të bëhet post fermë në vitë. Mbadë, haj. E kam këtu, plako, për këtë po si është mbasë është largë, po. Okej, është largë. Jetë ma këtu afër. Duhet bëhet dha post fermë, e kupton? Duhet të jetë, është e mira të jetë. Mbana një 2-3 ditë tjera. Ja kam marrë, unë për vetën ja kam marrë palcën në kësaj ferme. Ja kam shijuar shumë. Në do. Kam mësu me gatu, kam mësu me. Po? Se herë kam mësu. O, qa? Që të të negativ? Qa negativ? Kam thua qik, qa ke mësua në firma? Ka firma kam mësu dhe me thonë se si do të sidesh me njerëz që janë si intriganta kundër teje, si do të sidesh me intriganta, t'ju tregosh vendin. Po kam mësuar për sa i përket bujqësisë, kam mësuar gjithmonë krahasit, kam krahasit lethi, gjithë unë kam krahasit. Po pastaj po domatet që i kam lidh, kam ngul shkopat të domatet, kam ngul edhe të sera, kam ngul shkopit e trashit, kam bë me majë, kuptoni, kam ngul për me majt. A din kena lidh bashkë me shumë. Ka një muaj pak më thonë drejtën e kam u përpoq pas nuk po. Po do ketë qenë kokra Dembelit ai po. Ai? Nuk e di. Em një muaj pak ai shoku. Edhe ai ndihmonte të mbante napën, ti bëje gjizën tëra, po. Po, unë bëja gjizën bulmet. Tani me thonë drejtën, unë nuk doja me bë për vërtetës. Po nuk ishte kush me bë, ajo kishte thënë zoti dul gjithë, a kupton asti se u përpoqte shoku im, a kupton. Po, e vetëm për napi ishte të mbante. Fir por në Itali, flet me theks italian. Kur fleti dal një kile pështim për goja, kupton edhe. Edhe nuk ja vlen detajet në bulmet, po. Jo, valla. Edhe ishe detyruar me punu vetë. Mos las testalla pastaj. Jam detyruar me Frederik Nocin, kena shtru pulat. Frederik unë Riku, tani na çelin, pa disa Nocin jam. Do të marr kur të më dalin do t'ja kërkoja gajt mi sjell aty te zgara poshtë, të kujdesem pak, kupton, ti ve këtu edhe të mamë, no më një ka dhënë ta kupton. Po kam prit derrat kur kanë lind. Ti? Se, po, me thikë në dorë, se të është në rrasë ka nevojë për operacion, se nuk mundën me ja dalë deri vetë. U detyrova me bëma anestezi, me suru me gjitha, kupton, me bëma operacion. Se ta keni lindje sa më natural. Po dash zoti ja hodhi, si thonë, prit aty, sa barte pak e të reqë, e një moshë. Kërë kjo punë të shkëthyet në këtë shëndet. Në shëndet. Se thonë me ta bon zoti shnet, ja.
E kupton, pra të punosh kaq shumë, në fund Ai ditës. shoku jot që s'ka punuar në stresi është dobësuar, po. Se e njeh të shokun tim. Ha? E njeh. Është një këtu në ferm. Një, që ai gjithmonë hiqet, pa ai çfarë thot ai ditë tëra, ai pas ke bërë ti tëra. Apo llafi ka. Po, me të thonë drejtën edhe unë nuk edhe një jetë shprenjë nuk para flas, unë veproj, nuk flas e bona unë po. Bile përkundrazi. Unë kam qef t'i shmang të tona, nuk dua që të marrë merita. Unë i di meritat e mia, e di shumë mirë se gjithçka në këtë fermë është fal i ty në krave, më kanë i moda e shoku, kupton. Megjithatë Pas ka qenë negativ i madh ai shumë. ai përbes, jo negativ, nuk është ne, çështje demelizmi, kupton. Demelizmi, po. Çështje demelizmi se edhe kur ka qenë atje kur ka qenë në Itali ka pas 25.000 hektar tokë. Dylym, 25 dylym, më fal. 25.000 metra, sa i bën? Nëse 25 metra. po, tokë. Edhe parcel, se jo kështu me pas tokë, parcel valla, kupton. Por erdhi këtu s'dita. Jo, ishte thjesht menaxher si duket atje, se kur punta e futan parcel tu mi mbolli kumbujt, ato kungujt. Se di domethënë nuk po flas më mirë se jam shumë i revoltuar, I mieli ato kumbujt skandaloz, aty doshin 4 rrek kumb. Ti shikoj sa formë bukur ka bërë këtu, ke bërë këtu. Palmat i ke prerë bukur. Faleminderit. Ke bërë një punë të mrekullueshme. Zotit të rrit, faleminderit. Për Zotin. Zotit të rrit. Ke mbledh lule këtu, ke bërë shumë. Se më thon, 10 pemë, ato 10 pemë i mieli shkreti ishte si u thon. 10 pemë edhe aga e mieli u thon. Se di domethënë kaq. Po megjithatë, Divanat i rregullon shumë bukur, mobiljet. po unë të them drejtën mobileri do më hap kur dal. Ti mobileri jemi që po ishte artist ai. Kënonte. Këndonte. Ja bën kështu pa kënonte, a kupton? Sa tamam. O përpojë, unë këngëtar, kam marrë shkollën për atë punë, u përpojësha me pavarësisht shkollës e gjitha, u përpojësha me mësua, por taman pa hile, si dhe me mësu shoku pa hile, a kupton, me gjitha të dile sot, dita Zotit. Ai domethënë s'bën asnjë punë. Është ashtu është. E ka gjetur ai se Sa më mësuar me thon? gra i në shtëpi, ka pas femra shumë në shtëpi. Përbes. 4 motra, vlla, më e nëna po e... Prap, Andrea. Ha. Edhe pse me 4 motra, me kështu pa kur ti thosh daku bane për sy të bëhet çfarë ty të rriton kohë, vetëm e marrën edhe bën mirë. Po e vështirë është me vun punë. Mua estri. Mua estri. Unë estri. Pra se di çfarë të më, por është rënë situata. Është rënë. Këtë drejtë. Inshallah Zoti të dash gajret, të dash forcë. Faleminderit sa më Sa të kesh fuqi, puno këtu në fermë, se valla mos me qenë ti këtu, thahet çdo gjë. Fillon goja. Shqyr që fillove ti të krasisje barin, të kosisje barin me fillon gjithë pastaj të përdor makinerit. Fillon goja valla. Shqyr që dishe ti si përdoren makinerit, frezat e këto korset e barit. Zotit trut, faleminderit. Se maj mend yllin atje që s'dite me dhezë, shkove edhe ze ti, bravo të lumë. Faleminderit, çfarë më thonë, po unë nuk duhet t'i them, kam qef. Jo, unë i shikoj vetë gjërat të kam thënë mi thushtis unë nuk para se ore të lumt. Shumë faleminderit. Të lumt. Je shumë i papar. Unë pi nga 15-20 Golden Eagle në ditë. Prandaj ke gjithat fuqi për punë ti. Faleminderit. Zotit trut. Ti deri 19 igla kishe arritur. 19 maksimumi. Zakonisht 10. Po prandaj ke gjithat energji ti. Po Zotit trut, se bro, faleminderit Zotit trut. Po. Sa shoku më imagjino dhe I martum daku, ha? I ditë gjitha makinerit me qa punojnë. Ua, qa thumë po? Nuk e di. Vetëm marrëdhënien ta kishe mirë me gjelin, se nuk e ke mirë. Po kur në piskajt, atëherë... Themër, jam unë këtu ta ka ngull. Tani besojimi të njëni nga kanalet dhe duhet të uroj gëzuar një qershorit të gjithë fëmijëve kudo që ndodhen nëpër botë. Të gjithë fëmijët domethënë që janë rritur me vështirësi, të gjithë domethënë njerëzit që edhe për ne domethënë që na fëmijët e dikujt, që na fëmijë edhe ne për ne gëzuar. Gëzuar edhe për neve. Se ne gjithmonë për prindërit jemi kalamaj. Po në mënyrë veçantë seriozisht domethënë do doja shumë që mesave nipave të uroja gëzuar një qershor, një pas doja shumë. Edhe gjithë fëmijëve e pa që nuk unë
Të gjithë fëmijëve të Don Boskos, familje Salesiane. Ju gëzuar një qeshorin. Prish kjo. S'ka që, vazhdo. Ju urojmë profesora duhet i gëzuar një qeshorin, ju dol profja shumë edhe. Qetësoni, mos jep një zër. Qetëso. Si zër? Kulosh. Tuat. Thashë ti dash më rëshqinit. Gjeta shpresoj t'i kesh marrë dhurata gocave, se ato me si presin një qeshorin. E mbajnë mend këtë lloj date, e mbajnë mend edhe presin, fillojnë 365. Tradilli, vëm. Ha? Të tradilli. S'ka gjë. Ato të mijat e numërojnë, fillojnë numërimin mbrapsht që në datën 2 qershor. 364, 363. Kur kanë të linjit, Andrea? Njëra e ka në 10 tetor, tjetra e ka në 21 janar. Vjetë të.